Kjo nuk është e pranueshme për Ukrainën, duket që nuk është e pranueshme as për vendet e Bashkimit Evropian dhe në mënyrë të veçantë për Britaninë, Gjermaninë dhe Francën, që janë treshja kryesore e Europës perëndimore, të cilat po shtyn fort edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për të rritur presionin ndaj Rusisë si e vetmja mënyrë për të dalë nga kjo luftë me një marrëveshje e cila do të ishte relativisht e ndershme dhe e drejtë. Ndërkohë kemi një vendim zoti Beqja të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka refuzuar që i dërgojë 20.000 raketa Ukrainës, çka është konsideruar një prerje në bes apo thyrje e paktit nga ana e Zelenskit. Të janë raketa do të shërbenin Ukrainës për të rrëzuar dronët Shahid. Nuk do merrem me detaje, po pse ky vendim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pikërisht në këtë moment, pra e ka ndryshuar destinacionin dhe i ka çuar në lindjen e mesme. Si ta lexojmë këtë ndryshim? A ka të bëjë pikërisht me këtë që thatë ju? Besoj që është disi më komplekse. Nga njëra anë mund të jetë një mesazh për Ukrainën që mbështetja e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk është e pakushtëzuar, dhe këtë është përpjekur ta thotë në mënyrë verbale gjatë gjithë kohës presidenti Trump, dhe kjo mund të jetë një aksion në këtë, ky mund të jetë një aksion në këtë drejtim. Nga ana tjetër keni parasysh që mbas sulmeve me raketa dhe dron të Iranit mbi Izraelin, nevoja e Izraelit për mbrojtje kundër dronëve ka qenë në rritje dhe besoj që një pjesë e madhe këtyre raketave janë drejtuar drejt Izraelit. Keni parasysh që edhe kapacitetet e Shtetit Bashkuara të Amerikës janë të limituara në këtë drejtim, pasi kosto e prodhimit të këtyre dronëve është shumë e ulët, ndërkohë që raketat kundër dronëve, pra mbrojtja kundër tyre ka një kosto shumë të lartë, dhe situata natyrisht që është më e komplikuar se sa ajo që thot presidenti Zelenski, por nëse e vërteta është ajo që ai thot që këto raketa janë premtuar Ukrainës dhe pastaj nuk është mbajtur premtimi, pra nuk janë dorëzuar këto raketa, do të thotë që ka një mesazh nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës që mbështetja jonë nuk është më e pakushtëzuar. Po, nisur nga konteksti që u krijua pas goditjes së avionëve bombardues rus, në këtë kuptim doja një lexim të situatës për këtë vendim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po ky nuk besoj që është një vendim i cili është reflektuar me një herë mbas goditjes së bazave. Besoj që është një vendimarrje në një proces disi më të gjatë dhe më kompleks. Por, natyrisht që edhe në rastin e goditjes së bazave ruse, ajo çfarë qarkullon, informacioni publik i njohur është që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë konsultuar për një operacion të tillë nga ana e shërbimeve sekrete ruse. Natyrisht që kjo është shumë e vështirë për të besuar, sepse aksioni ka qenë i shtrirë në kohë, shumë i gjatë, shumë kompleks, me nevoja shumë të mëdha për rekonicion në terren dhe për informacion nga ajri. Pra në këtë pikpamje, duket që në pikpamje të realizimit të operacionit, teknikisht do të ishte e vështirë që Ukraina të kishte kapacitetet për ta realizuar pa ndihmën e shërbimeve sekrete të vendeve aleate. Por gjithsesi, duket që administrata politike e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka qenë e informuar, sepse edhe momenti kur ndodhi ishte një moment që Shtetet Bashkuar të Amerikës nuk besoi që do ta rekomandonin një sulm të tillë, sepse palët dukeshin më afër se më përpara, dhe ishin ulur edhe në tryezën e bisedimeve në Stamboll, dhe presidenti Trump kishte konsumuar një bisedë të gjatë telefonike me presidentin Putin, kështu që mendohej që palët mund të uleshin në tavolinë për të diskutuar termat e marrëveshjes. Dhe natyrisht që ai operacion dukej si një formë sabotazhi ndaj bisedimeve. Dhe në këtë pikpamje besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës mund t'i kenë përcjellë edhe një mesazh presidentit Zelenski. Ndërkohë, mentor Mark Rutte, sekretari i NATO-s, ka deklaruar se, dhe po e citoj, Rusia është bërë bashkë me Kinën, Koren e Veriut dhe Iranin, dhe ata po zgjerojnë ushtritë e tyre dhe kapacitetet e tyre luftarake. Makina e luftës e Putinit po rrit
shpejtësinë dhe nuk po ngadalson siç pretendonim ne. Dhe thot paka shumë që po e bën këtë përmes teknologjisë kineze duke prodhuar më shumë dhe më shpejt armatime, se mendonim ne. Rusia prodhon në 3 muaj dhe kjo më bëri përshtypje atë që gjithë NATO prodhon në vit. E solla këtë për t'i shkuar retorikës që po diskutohet shumë në perëndim një mundësie që Rusia të godas ndonjë shtet NATO, sepse nisur nga kjo shpejtësi, le të themi, e rritjes së armatimit në Rusi, ka frikra në Europë që Rusia brenda 5 viteve mund të bëhet gati për të goditur një shtet NATO-s. Si e shikon një mundësi të tillë? Zero probabilitet. Por gjithsesi, ka 2 komponentë në këtë që thotë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Një komponent objektiv dhe një tjetër që lidhet me një narrativ panikuese që kërkon të shtyjë vendet e Bashkimit Evropian të rrisin sa më shpejt buxhetin e mbrojtjes, të rrisin kapacitetet ushtarake dhe në mënyrë të veçantë kapacitetet në industrinë prodhuese ushtarake, dhe keni parasysh që ka disa projekte edhe në Bashkimin Evropian që po diskutohen, Rearm Europe e kështu me radhë, që po diskutohen për të nxitur kapacitetet prodhuese në vendet europiane. Pra, ka 2 elemente. Elementi i parë është elementi objektiv, që Rusia ka rritur, me të vërtetë që ka rritur kapacitetet prodhuese ushtarake. Industria ushtarake ruse është më në formën më të lartë të prodhimit të saj, ndoshta që prej mbarimit të luftës së ftohtë. Dhe është krijuar një kompleks militar industrial i cili në fakt vështirëson edhe daljen nga lufta. Pra është aq e rëndësishme ky aspekt në ekonominë ruse tani më, saqë mendohet që ky është një prej elementeve që pamundson Rusin për të mbyllur të luftë. Sepse ekonomia ruse është lidhur ngushtësisht me ekonominë ushtarake. Dhe çdo decoupling, pra çdo përpjekje për ta shkputur, për ta ndarë, do të krijonte përcillte sinjale jo pozitive në ekonominë ruse dhe ndoshta mund të krijonte recension në ekonominë ruse. Dhe kjo çështje është diskutuar edhe nga ekonomistë shumë serioz në fakt. Ky është aspekti i parë. Aspekti në vijim të saj, natyrisht që ka edhe një aleancë që vjen duke u fuqizuar ndërmjet Rusisë, Kinës, Iranit dhe Koresë, në mënyrë të veçantë, besoj që dëgjojmë, po? Po. Në mënyrë të veçantë sa i përket industrisë ushtarake. Dhe kemi parë që ka shkëmbime intensive në mënyrë të veçantë ndërmjet Rusisë, Koresë së Veriut dhe Iranit, dhe më shumë në drejtim të teknologjisë duale të dyfisht, me përdorim të dyfisht me Kinën, pasi nuk ka dëna konkrete të shkëmbimeve ushtarake ndërmjet Rusisë dhe Kinës, por kjo është një aleancë ekzistuese. Pra ky është komponenti i parë. Komponenti i dytë është aspekti propagandues, jo vetëm nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili ka interes që të rrisë shpenzimet në fushën e mbrojtjes brenda vendeve anëtare të aleancës, por në të gjithë elitën politike europiane, të cilët duan të krijojnë një lloj paniku tek shoqëritë, në mënyrë që shoqëria europiane të mbështesë rritjen e buxhetit të mbrojtjes. Keni parasysh që çdo rritje në buxhetit të mbrojtjes do të hiqet nga disa sektorë të tjerë. Pra do të cënohen disa sektorë të tjerë, siç është shteti i mirëqenies, shteti social, dhe do të mbështetet buxheti i mbrojtjes. Dhe natyrisht që gjithë këto kërkojnë mbështetje publike, dhe në mënyrë të veçantë kjo është kruciale në vendet europiane, ku kemi të bëjmë me demokraci dhe ku mbështetja publike për shpenzimet në fushën e mbrojtjes është shumë e rëndësishme. Pra, në kuadër të propagandës për të rritur më pas shpenzimet, nuk ka rrugë tjetër. Nisur nga kjo që ju thatë, mentor, tek pjesa
zoti Begja, tek pjesa që Rusia është e detyruar sepse mund të kalojë recension nëse nuk, pra po investohet totalisht në industrinë e luftës. Ky është një lajm i keq për sa i përket të ardhmes të luftës në Ukrainë, edhe nëse ajo mbyllet, me ç'duket Rusia do ta vazhdojë këtë, sepse po kthehet në një biznes fitimprurës, të themi. Unë kam lexuar ekspertiza edhe nga ana e ukrainasve, të cilët e theksojnë këtë komponent të lidhjes së ngushtë të ekonomisë civile ruse me ekonominë ushtarake, me industrinë ushtarake, çka përbën edhe një pengesë serioze për të ardhmen e negociatave ndërmjet dy vendeve. Ndërkohë, zoti Begja, kalojmë pak në lindjen e mesme. Qarkullon një lajm i cili pak a shumë njofton faktin se Irani posedon aktualisht dokumente tepër sekrete të Izraelit, pra le të themi të siteve bërthamore të Izraelit, të zhvillimeve të tjera brenda Izraelit, që lidhen me, le të themi, plane ushtarake të ndryshme për sa i përket goditjes apo kundër goditjes apo përgjigjeve dhe kundër përgjigjeve ushtarake. Si e vlerëson këtë moment, sepse Irani ka deklaruar se në ditët e javët në vazhdim edhe do t'i publikojë këto dokumente. Si e vlerëson këtë moment në kuadër të një mundësie për arritjen e një marrëveshje Iran-Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po natyrisht ka disa shtresa diskutimi në këtë çështje. Deri tani kemi të bëjmë me një fanfare propaganduese nga ana e Iranit, që zotron një seri fajlesh dhe dokumentesh që lidhen me industrinë nukleare të Izraelit, me marrëdhëniet e Izraelit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tjerë në Europë e kështu me radhë. Ne nuk kemi parë ende asgjë që mund të konfirmojnë ekzistencën e këtyre materialeve. Deri tani nuk ka një reagim nga ana e Izraelit, s'ka reagim nga agjencitë e tjera të inteligjencës, do mbetet për të parë nëse me të vërtet to materiale ekzistojnë dhe çfarë lloj materialesh janë, nëse kanë një relevancë, pra kanë një peshë të veçantë për Izraelin apo jo. Dhe natyrisht që kjo do të ngrejë diskutime shumë dha se si Irani arriti t'i zotrojë këto materiale. Pra, kemi të bëjmë me ndonjë lik, pra me rrjedhje të informacionit nga ana e Izraelit, kemi të bëjmë me rekrutim agjentësh nga ana e Iranit e kështu me radhë. Por nuk jemi ende në këto kushte. Natyrisht që konteksti në të cilin pretendohet që janë zotruar këto materiale, është një kontekst shumë i veçantë, sepse kemi të bëjmë me një kontekst ku potenciali që Izraeli të sulmoj Iranin është shumë i lartë, dhe po ashtu nga ana tjetër potenciali për të gjetur një marrëveshje ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit është po ashtu i lartë. Pra, jemi në një situatë ku ndahen gjërat në fije të perit, nëse do të përdorim shprehjen popullore. Ose mund të shkojmë drejt një zgjidhje paqësore, çka do të krijonte një terren dhe situatë krejtësisht të ndryshme në lindjen e mesme, ose do të shkojmë drejt sulmeve të aseteve nukleare dhe siteve nukleare të Iranit, çka do të krijonte pastaj një situatë krejt tjetër në lindjen e mesme me pasoja jashtëzakonisht afatgjata. Pra jemi në një moment shumë të rëndësishëm ku ende nuk mund të themi me siguri se nga po anon situata, pra çfarë drejtimi do të marrin ngjarjet. Ndërkohë zoti Beqa në telefonatën e fundit të Putin dhe Trump, Putin angazhohet për të bërë pjesë e këtyre negociatave për arritjen e një marrëveshje SBA. Iran, ndërkohë, Agjencia e Lajmeve Iraniane njofton që Rusia do të ndërtojë 8 centrale bërthamore në Iran, nisur kjo nga marrëveshja që u firmos në janar. Do doja dija si e vlerëson futjen e Rusisë tani më
midis Izraelit, SBA-ve edhe Iranit? Natyrisht që kjo e vështirëson shumë pozitën e Izraelit, sepse futja e Rusisë në Iran me ndërtimin e centraleve bërthamore, do i jap tjetër legjitimitet dhe kredibilitet industrisë nukleare iraniane dhe pretendimit të tyre që ne e përdorim këtë industri për funksione publike, civile, më falni, pra për prodhimin e energjisë elektrike, dhe nga ana tjetër do e vështirësoj edhe goditjen e këtyre siteve nga ana e Izraelit apo nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. E dyta, natyrisht që Rusia nuk besoj që do të hynte të investonte në zhvillimin e industrisë nukleare në Iran, qofse nuk do të kishte garanci për sigurinë e këtyre investimeve. Në këtë pikpamje duket që Rusia ka marrë sinjale pozitive nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, se nuk ka si të interpretohet ndryshe. Dhe streti natyrisht që tregon edhe një lidhje më intensive ndërmjet këtyre dy vendeve, pra Rusisë dhe Iranit, dhe konsolidimin e kësaj aleance tripartite Rusi-Iran-Kin. Ndërkaq, mentor, do kalojmë pak Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi 10 minuta, ke qenë një nga njerëzit që e ka parashikuar dhe paralajmëruar konfliktin e Musk me Donald Trump.